Shqipëria ka marrë financimin paraprak të parashikuar në kuadër të mekanizmit të reformës dhe rritjes të Bashkimit Evropian. Ky është pjesë e planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor, i cili ka si qëllim të përshpejtojë konvergjencën socio-ekonomike të rajonit me BE-n dhe të hapë rrugën për antarësimin në Bashkimin Evropian. Financimi paraprak në vlerën 64.5 milion euro është në proces dhe do të mbështesë zbatimin e agjendës së reformës në kuadër të mekanizmit të reformës dhe rritjes, si dhe angazhimet që Shqipëria ka marrë me të. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, ka përshëndetur këtë financim, ndërsa shprehet se plani i rritjes nxit ekonominë, forcon sundimin e ligjit, mbështet një Shqipëri më të gjelbër dhe fuqizon kapitalin njerëzor. Urime Shqipërisë për arritjen e një tjetër momenti të rëndësishëm në rrugëtimin e saj të antarësimit në BE. Plani i rritjes nxit ekonominë, forcon sundimin e ligjit, mbështet një Shqipëri më të gjelbër dhe fuqizon kapitalin njerëzor. BE qëndron me Shqipërinë në rrugën e saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian, shkruan Gonzato. Sipas delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, me këtë financim paraprak, Shqipëria mori 30 milion euro kredi koncesionare për buxhetin e shtetit, si mbështetje për zbatimin e reformave në kuadër të agjendës së reformës së vendit. Pjesa tjetër e financimit paraprak, prej 34.5 milion eurosh, në forma garantesh dhe huash koncesionare, do t'i injektohet drejt për drejt Western Balkan Investment Framework për investime në infrastrukturë në Shqipëri. Deri në vitin 2027, Shqipëria ka mundësinë të marrë deri në 922.1 milion euro në total nga Fondi i Reformës dhe Rritjes për Ballkanin Perëndimor, në këmbim të reformave në sundimin e ligjit dhe të drejtat themelore, energjinë e rinovueshme, ekonominë digjitale, kapitalin njerëzor dhe zhvillimin e sektorit privat. Pagesa e ardhshme në këtë kuadër të facilitetit do të bëhen në përfundimin e hapave të reformës të rënë dakord ndërmjet Komisionit dhe Qeverisë Shqiptare në agjendën e reformës. Ndërsa Shqipëria përparon në zbatimin e agjendës së re, BE do të zhbllokojë pagesat.